Sa vjeç mund të jetë ky ulliri? Në bazë studimit që është bërë, është mbi 1500 vjetë. Mbi 1500 vjeç që ekziston ky ulliri. Edhe ka marrë edhe që familje që është familje Dykmes, ulliri Dykmes. Pra janë familje autoktone, vendase s'po si o gjallarët, edhe Dykmeja vendas të herësh. Vendas këto. Marrë vesh. Edhe, po këte ka prishë kur u prish kooperativa. Po ka qenë, i tërë që ja duket ajo që kanë, që kanë prerë kështu që kanë dalë këto, ja, që. Do janë filizat e reja pas... Janë filizat, atje po ishte një i tërë dhe unë ruajta sa e kje kooperative, ka më rojtu me 2 ato lartë. E di ku i kishte lartë aji? Këtu. Dhe ata pleqët e sa atje, kur prish kooperativa, pas ata mori aji, e beri si mas interesit për atje. Edhe unë i fola i thashu, që ishte një kujtim për Kostrenin. Ulliri. Sa prodhonte, sa kuintal prodhonte? Kokër. Qa lloj është, qa lloj ulliri mund t'jetë? Ky është kalinot vlore. Është kalinot. Nuk është kokër mati berat. Para... është vetëm për vaj. Në një kuintal në ullin për këti, del afër 25-30 kg vaj. Këte e ke. Ta di që këte që gjyshi ka qenë nip të Dykmeja, na Fukarleku e kanë gjerë për shqitur, kemi blerë ne, o gjallartë. Dakord? Deri në kooperativë, sa u bërë kooperativa, për para atje, po aji Dykmeja u shua, ka ngellu një quni dajës, gjyshim, e ka marrë, e ka rritur, e beri të math, i beri e shpite edhe i prapë të Dykmeja. është historie gjatë që këto. Shumë historie bukur. Marrë vesh? Edhe njërë, nga fillimi. Gjyshi? Gjyshi ishte nip të Dykmeja. Nip. Edhe që bëhet atë janë? Këta këtu ka rënë kolerja, se binde kolerja. Gjyshi im. Ishte nip të Dykmeja. Dykmeja e nëzori për na Fukarleku, e nëzori për shqitur. Se ulliri shqit që edhe me drur. E ka blerë Algjiu, gjyshi im. Prap. E bleu prap. E bleu. Edhe këta e u shua, binde kolerja, i thoshin atje, një në tjetë e ka shpëtuar vetën quni dajut. E kështë qunë daju. Diken. Edhe aji e mori rriti, e beri të madh, pasaj erdi i beri shtëpit këtun, pasaj e martoj aty edhe atje, e futi në pjesë. Edhe unë që jam sot, kam ledhur ullrinjë këtu, babaj, dhe 2 karroqe e merim ne, 1 karroqe e për një dikës. U be kooperativë, bas kooperativës, po unë e kam ruajtur atë këtë, se ishte për të studiuar në njërë tjetër, se gjitha këto që e prishur ti, ishte një që e duken ata që ka prishur, ka hapur ai, për të bërë ato. Kupton ti, po ishte një i tërë. Për gjitha ta ndjekës që nuk e kuptojnë që do me thënë karroqe. Njësia matës është. është njësi matëse. Nuk ishte kandare atërë më parë. Një karroqe sa kile merë? 5 kile. Beshe me... I bende ustaj, i bende me... Edhe broka. Po broka qash? Broka njësi o matëse prapë. Po merë të 25 kile. Një karroqe 5 kile, një brok 25 kile. 25 kile, ishe këshu. I bendi një ustaj që e merë e vrashoni këshu me atë dhe kishe këtë. Ajo që më habit mua si ka mundësi, kalinot vlore për 1500 vjetësh që i mbjell këtu. Shiko, të shumët... Pra kalinot vlore ka origjinë e vetë që është krijuar në Vlorë si varieteti ullirit, apo është emri s'ka lidhje me qytetin e Vlorës? Jo, kalinot ka edhe në vende tjera. Po, me qëse është bregdet, kalin që do më shumë... Se, shiko, gjithë këtu ulliri, lartë në Abramis vetë. Se fillon zona e dushkut. Shiko, marim në zona e shkurreve. Pra është për të thënë që përsa i përket lartësisë në gjuhë shkencore. Ne fillon zona e shkurreve. Na zona e shkurreve shkon se zona e dushkut. Na zona e dushkut shkon tek zona e haut, na zona e haut zona e pishës. Mali edhe super alpinën, dakord? Deri këtu, ja, si e duket. Deri këtu e tutje e zberë. Dhe ky Nershe, mund të jetë marrë nga Turqia, po është kalinot.
Varieteti Vlora tani me qëse kishte më ashtu atje, këtë varietet. Ne këtë kemi atë kokërmadhin. Edhe për të ngrënë, edhe del edhe në qik vaj. Beshe më mirë ai kokërmadhi. Hahande zonën tonë këtej, prandaj e bere ato aty. Edhe por kështu ka. Kemi edhe ne poshtë. Qëse e lagjer pome. edhe atje ka. Ka, kalinot, vlore. Po me qëse e mori të vlorës, pra si kokërmadhi Beratit, thonë. Ne përdorim kalinot vlore, ata thonë kokërmadhi Beratit. Kokërmadhi Beratit. E do toka, ja si është bere, edhe këto që janë vend, që ja. Këto ka ngellë, ja. I vore, ai që ka vend. Pra deri këtu, shiko duket e, deri këtu e poshtë, udhiri Berat. Tu te kjo zonë, te ky Zonë e shkurrave. zonë e shkurrave. Sa familje kanë pasjetuar në këtë lagje? Tu është fisi Dykmeja. Si fis. Kur jam bërë unë vetën time atje, 2 familje ishin. Po, ka qenë edhe shumë, sepse, shiko, këtu. Gjatë latë ka qenë shesh, pasaj është këputur gjysma. Ajo ka qenë me varreza. E tëra i sheshi, pandaj se shapur. Edhe është me varreza. Pra le të themi që ky është i fshat me varreza. Po, ka janë varreza të vjetra. Këtu mund të qenë edhe 10 familje, se këtu ka qenë fshati tërë. Pastaj janë njitur një çik më lart. Kupton? Fshati ka qenë këtu edhe në Malltërpome.